Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 13 deri në datën 19 korrik. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal, si videot me tema për dashurinë, por edhe hënën e re ose hënën e plot. Gjithsesi do shohim si do jetë kjo javë dhe do shohim energjinë e shenjës së Dashi. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës shoh një fillim i ri. Është një fillim i ri menduar mirë, është një fillim i ri në dashuri për një pjesë prej jush dhe shoh një shpirt binjak. Por ju deri në fund të javës do ndjeni në dilema me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër shoh një rikthim, person nga e kaluara që rikthehet dhe ju do ndjeni në dilema ose mund të jeni dhe midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave dhe kjo gjë ju fut në dilema në lidhje me një person. Për pjesën e personave që do bëjnë një fillim të ri në fillim të javës, unë shoh që ky person është shpirti juaj binjak. Por ju mund të jeni midis dy historive, por mund të jeni dhe në dilema në lidhje me këtë histori dashurie. Ndërsa për pjesën tjetër shoh fillime të reja ekonomike. Një person nga e kaluara, mund të keni një bashkëpunim me një person nga e kaluara. Por mund të jeni midis dy situatave, dy çështjeve. Mund të jeni midis dy situatave ekonomike dhe nuk dini çfarë të bëni deri në fund të javës, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju do të jepni një mbështetje shumë të fortë nga ana ekonomike e fëmijëve tuaj. Ndoshta ata dëshirojnë të fillojnë një punë, një biznes, një partneritet dhe është një javë ku ju do t'i mbështetni shumë fort, por mund të jeni edhe duke menduar nëse duhet të investoni një shumë të konsiderueshme parash apo duhet të jepni një ndihmë më të vogël fëmijëve tuaj. Gjithsesi, është një javë fantastike në lidhje me ju, është më tepër një javë në lidhje me dashurinë, por dhe një javë ekonomike, por dhe mbështetje ndaj fëmijëve tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim energjinë që na vjen. Për gjithë ata që janë të interesuar, mund të kontaktojnë te adresa e WhatsAppit. Jemi te energjia e shenjave të ajrit, kemi energjinë e shenjës tuaj dhe jemi te energjia e shenjave të tokës. Në fillim të javës, ju shoh që do jeni në gjendje pagjumësie, gjendje stresi, duke menduar gjatë gjithë kohës në lidhje me një dashuri. Ju tërhiqeni ose jeni tërhequr duke menduar në lidhje me një person. Në rastin tjetër, ju shoh që mund të jeni në një gjendje pagjumësie, nuk dini çfarë të bëni, dëshironi të qëndroni me veten tuaj. Ju shoh që shkëputeni nga jeta sociale, shkëputeni nga kontakte të ndryshme që mund të keni edhe në rrjetet sociale, por keni nevojë të rini me veten për t'i dhënë drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme që keni. Gjithsesi, kjo ka vlerë edhe në lidhje me çështje të tjera që mund të keni, që ju lën pa gjumë, mund të ketë lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj.
Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën, me dokumenta të ndryshme për një pjesë tjetër. Dhe në mes të javës keni nevojë të qartësoni këto mendime, të jepni zgjidhje situatave dhe unë shoh që aty do filloni të jepni drejtim. Dhe në fund të javës do mendoni shumë seriozisht në lidhje me një person, me një dashuri. Mund të jetë edhe një person që dëshiron të vi drejt jush, ju mendon, por akoma nuk hedh hapa, ose mund të jeni dhe ju që nuk hedhni hapa ndaj këtij personi. Gjithsesi, ndoshta jeni në një moment që e mendoni seriozisht personin, por nuk jeni gati akoma që të shkoni drejt këtij personi. Për pjesën tjetër shoh që do jeni duke menduar në lidhje me anën ekonomike, me mirëqenien tuaj, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me anën ekonomike, sepse ju shoh që jeni përqendruar shumë fort. Ju dëshironi të keni gjëra më të stabilizoni situata, por ju shoh që po e mendoni shumë seriozisht këtë gjë, por jeni në një fazë që akoma nuk po hidhni hapa. I mendoni gjërat seriozisht në lidhje me punën, me anën ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme, por nuk jeni gati akoma për të hedhur hapa gjatë kësaj jave në lidhje me gjithçka. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar të gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë tuaj, jemi te energjia e shenjës së peshqve, energjia e shenjave të zjarit dhe energjia e shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës, unë ju shoh që ndjeni shumë të sakrifikuar. Ndoshta ndjeni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri. Do jeni duke analizuar çështje dhe situata të ndryshme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Do mendoni çfarë keni bërë dhe çfarë keni dhënë, në këtë fazë do jeni, dhe çfarë duhet të bëni këtej në vazhdim, në lidhje me një person që keni në jetën tuaj, ose në lidhje me çështje të ndryshme me familjen, po ka lidhje me anën emocionale më shumë. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe me persona që mund të keni që mund të kenë probleme shëndetësore, janë persona të familjes tuaj. Gjithsesi, shoh që në mesin e javës ju do keni një komunikim të shpejtë në lidhje me një person. Dhe shoh një fillim të ri në dashuri, ku e keni kapur të dy persona. Por unë shoh që ju ndjeni më emocional se personi tjetër, ose mund të jetë personi që ndihet më emocional ndaj jush, por shoh që ju akoma nuk i keni të qarta gjërat në lidhje me këtë fillimin e ri. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të shoh që ndjeni të sakrifikuar në lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me familjen, me shtëpinë, me punën. Shoh që do merrni lajme të shpejta, do keni udhëtime të shpejta, ndoshta edhe me pushime për një pjesë për jush, mund të keni dhe prenotime të ndryshme. Mund të jenë udhëtime pune, udhëtime për pushime, dhe shoh që do merrni lajme të mira, keni një çlirim shpirtëror, do ndiheni shumë mirë gjatë fundit të javës. Gjithsesi, shoh që është një javë fantastike, dilni nga energjia e sakrificave, pakënaqësive që mund të keni, shoh që veproni shumë shpejt me marrjen e lajmeve, udhëtime, lajme të mira dhe përsëri lajme të mira në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, shohim energjitë, kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, kemi energjinë e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të zjarit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, po mirë është të shihni dhe shenjën tuaj ascendente. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh të gëzuar, do ndjeni shumë mirë në lidhje me një person, me një dashuri, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh festime, ju mund të shkoni me pushime dhe aty festoni,
por në mesin e javës shoh që do t'ju ndihmoj shumë intuita në lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me familjen, me fëmijët tuaj. Shoh që do keni fat gjatë fillimit të javës, në fakt kemi dhe hënën që është në shenjën tuaj në datën 14, por është një periudhë që do ketë edhe ato ndikimet e veta. Gjithsesi, shoh që për ju do ketë të bëjë në lidhje me familjen tuaj, me anën tuaj emocionale, por dhe me fillimet të reja që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi, shoh që do besoni intuitën tuaj në lidhje me një dashuri. Ju shoh që do përdorni shumë atë pjesën e mençurisë, do t'i studioni situatat në lidhje me një person ose në lidhje me dashurinë në përgjithësi. Dhe për pjesën tjetër shoh që ju mund të keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me familjen. Ndoshta ju keni menduar se keni pas një familje të lumtur, por unë shoh që intuita ju thot diçka tjetër dhe ju filloni që të ndryshoni këndvështrim, filloni të fusni një vizion ndryshe. Dhe kjo mund të jetë për një pjesë specifike. Nuk do të thotë që kjo energji që erdhi të jetë për të gjithë. Sepse shoh që kalojmë nga 10 e kupave, kalojmë te priftëresha. Dhe shoh që ndoshta shumë gjëra në familjen tuaj ju i keni pranuar me përullësi, me mençuri, por është një moment që ju do filloni të dëgjoni intuitën tuaj. Në lidhje me anën tuaj emocionale, kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me një person, me një dashuri, ku ju ndoshta keni krijuar iluzione, por shoh që aty ju do filloni në mesin e javës, intuita do t'ju ndihmoj, sepse do jeni të përfshirë emocionalisht edhe në lidhje me ndikimet e hënës së re, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndryshoni këndvështrim. Dhe ju do t'jepni fund një lodhje të gjatë që keni pasur për një kohë të gjatë. Dhe kjo mund të ketë qenë një lodhje gjatë në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën ose me anën ekonomike, me paratë. Por ka gjithmonë lidhje me gjëra që kanë lidhje me familjen tuaj. Gjithsesi, ju ndryshoni këndvështrim, ju nuk dëshironi të mbani më mbi shpinën tuaj gjithë të lodhje që e keni mbajtur për një kohë të gjatë. Atëherë është një fantastike, fati është në anën tuaj, sepse shoh që në fillim të javës, thjesht dëgjoni intuitën dhe largoni lodhjen ose tensione dhe stres, edhe jo stres, por tensione, mund të kenë qenë konflikte, situata të ndryshme, mosmarrveshje, ndoshta edhe për një kohë të gjatë, por ju nuk pranoni më që të ekzistojnë këto gjëra tek ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, thamë. Por mund të jenë dhe persona që ju mund të keni të bëni dhe kanë këto shenja horoskopi. Atëherë në fillim të javës, ju shoh që do lini mbrapa gjitha vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente. Ndoshta nga ana psikologjike, në lidhje me një dashuri, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, nga ana ekonomike. Por unë shoh që ju do harini, ju i jepni një drejtim më të mirë gjithçkaje që keni. Mund të ketë lidhje me punën, me dokumenta, me studimet tuaja për një pjesë tjetër. Ndoshta ju jeni gati për të bërë një zgjedhje dhe aty shoh që keni kaluar shumë vështirësi, ndoshta me provime të ndryshme, dhe unë shoh që ju do të jepni një drejtim më të qetë. Për pjesën e personave që mund të kenë pas situata të vështira në lidhje me dashurinë, ju do keni një takim me këtë person, do shkoni në një vend me ujë dhe aty ndoshta do keni disa diskutime dhe do të jepni një drejtim më të mirë, njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve. Një pjesë mund të shkoj me pushime, shoh, jeni duke menduar për të shkuar me pushime për të qetësuar, dhe një pjesë tjetër i shoh në udhëtime. Mund të jenë dhe udhëtime pune për një pjesë prej jush. Gjithsesi në mesin e javës
Shoh që ju keni kaluar përsëri shumë vështirësi, ju shoh. Ndoshta për një kohë të gjatë, por ka ardhur momenti që ju të esni përpara dhe shoh që ju do të jepni drejtim gjërave tuaja. Por fundi i javës ju gjen në dilema. Mund të keni kaluar vështirësinë lidhje me dashurinë dhe kjo ju fut në dilema. Ju jeni bërë shumë mbrojtës ndaj vetes tuaj, keni çuar muret mbrojtëse. Sikur nuk jepni zgjidhje një njohje, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja. Në rastin tjetër kjo mund të ketë të bëjë me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, ku ju vërtet mund të keni kaluar shumë vështirësi, tani dëshironi t'i bëni gjërat më me kujdes, t'i shikoni gjërat më me kujdes, por është një moment në fund të javës që ju nuk do të jepni dot zgjidhje një situate. Kjo mund të ketë lidhje për një pjesë tjetër, edhe në lidhje me punën, ku mund të keni kaluar vështirësi aty, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, ose dhe në lidhje me dokumenta të ndryshme që ju keni pasur. Gjithsesi fundi i javës do t'ju gjejë në dilema dhe këtu kemi dhe energjinë e hënës, është në datën 14 hëna në fakt. Nuk i bie në fund të javës, por jemi në pavarësisht se energjia del këtu, efektet vazhdojnë të jenë edhe ato ditë, dhe unë shoh që ju do ndjeni në dilema për t'i dhënë zgjidhje çështjeve dhe situatave të ndryshme. Por ju e bëni këtë thjesht për të mbrojtur veten tuaj. Shoh sikur keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qarta ashtu siç janë, dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të tregoni shumë mbrojtës ndaj vetes në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Vipëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë do shohim energjinë që na vjen. Mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh në fillim të javës në një situatë sikur ju ndiheni në dilema ose jeni në pritje të diçkaje. Ju ndoshta keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me dashurinë, dëshironi të ngjiteni këtij mali me këmbë dhe të arrini aty ku ju dëshironi ose ku i keni vendosur qëllime vetes, jeni në pritje, mund të keni të bëni me një person që është në distancë dhe ju jeni duke e pritur këtë person, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Ju shoh që jeni duke ëndërruar, do keni shumë opsione dhe oferta gjatë kësaj jave, dhe unë shoh që ju do keni një takim me këtë person që vërtet do t'ju tërheqi. Për pjesën tjetër, edhe pse e shoh që rruga për ju është pak e vështirë ose ju e mendoni të vështirë, një lidhje, një njohje ose një prezantim që mund të keni. Ndërsa në lidhje me punën, edhe këtu shoh që keni kaluar vështirësi ose do kaloni disa vështirësi në lidhje me punën, ju dëshironi të arrini në një pikë që për të arritur ato qëllimet tuaja, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje nga puna juaj, për një pjesë tjetër në lidhje me mund të jetë një punë në distancë, mund të jetë një punë nga një qytet në qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, dhe jeni duke e pritur këtë gjë. Ju duket rruga pak e vështirë në lidhje me këtë gjë, por gjithsesi unë shoh që ju do keni dhe oferta të tjera. Do jeni duke ëndërruar, ndoshta rreth një pune më të mirë, ose rreth ëndrave dhe iluzioneve që ju keni në lidhje me punën, dhe unë shoh që një person dashamirës do t'ju mbështesi aty. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që mund të jeni, ndoshta dëshironi shkoni në një udhtim, jeni duke ëndërruar, do keni shumë oferta aty për të zgjedhur, për të shkuar, për të bërë pushimet, dhe shoh që në fund të javës ndiheni shumë mirë, jeni të lumtur, të gëzuar, një çlirim shpirtëror nga situata të vështira që mund të keni kaluar dhe te vendi punës, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Por është një javë që në lidhje me punën shoh që keni kaluar dhe javën e kaluar, keni kaluar shumë vështirësi sepse energjia erdhi dhe te java e fillimi javës i kësaj jave.
Gjithsesi, e rëndësishme është që ju harrini të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja nëpërmjet një bashkëpunimi, partneriteti ose një person që do t'ju mbështesi, por edhe në lidhje me dashurinë. Atëherë kjo ishte për ju, është një javë fantastike. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.